Që prej mesditës së të shtunës së kaluar nuk ka asnjë shenjë të 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjuni Klosit, i cili ishte duke punuar me një mjet pikërisht në këtë masiv vranor që ndodhet pas meje pranë një fabrike të përpunimit të mineralit të kromit. Dyshohet se pas çarjes së një rezervuari i cili ishte krijuar për të filtruar ujërat që rrjedhin gjatë procesit të përpunimit të kromit, ai u rrëmbye me gjithë mjetin me të cilin po punonte. Ndërkohë, gjatë këtyre ditëve, forcat e kërkim shpëtimit nga Aksemi, nga forcat armatosura, banor të zonës, por edhe pushteti vendor, janë vënë në kërkim të 29 vjeçarit, por nuk ka asnjë rezultat. Ndërkohë sot, për të ndjekur nga afër përpjekjet për gjetjen e 29 vjeçarit, ka mbërritur edhe kreu i emergjencave civile, Haki Çako. Operacioni është një operacion jashtëzakonisht i vështirë, pasi aksidenti ose shpërthimi i dambës që ka marrë përpara fandëromën bashkë me gjithë drejtuesin, ka një shtrirje gjeografike rreth 4-5 km në gjithë këtë lugin, nga lartësia e malit edhe deri në përfundim në lom. Ardit Beshiri ka qenë duke punuar me ekskavator në stokun e fabrikës së përpunimit të kromit, e cila muajt e fundit shfrytëzoi nga një shoqëri kineze. Në rrethana ende të paqarta është çar rezervuari dhe nga vërshimi i ujit dhe inerteve, i riu ka humbur jetën.